Bazuar në gjetjet e raportit të Institutit të Kosovës për drejtësi, fillimisht nëse i referohemi ngarkesës me lënd, rezulton se prokurori i shtetit si në vitin 2024, ashtu edhe në vitin 2025, ka pësuar regres në trajtimin e numrit të lëndve. Kjo për shkak se për gjatë periudhës përkohëse, nëse i referohemi ngarkesës me lënd, nuk ka arritur që të kryej lënd atë sa ka pranuar. Dhe për këtë arsye do thotë si në vitin 2024, si në vitin 2025, numri i lëndëve të pasgjidhura në fund të periudhës raportuese është rritur. Tutje gjatë vitit 2024 prokurori i shtetit ka ngritur gjithsej 293 aktakuza, ndërkaq nëse i shohim do thotë gjatë vitit 2025 në 9 mujorin e parë, pra nuk është viti plot, ka ngritur gjithsej 151 aktakuza. Por kur ta analizojmë profilin e të akuzuarve për gjatë këtyre dy viteve, i bjen se vetëm 2.4% e rasteve e të akuzuarve për korrupsion janë të profilit të lartë. Në vitin 2024, për bazuar në gjetjet e Institutit të Kosovës për drejtësi, nuk ka pasur asnjë akt akuzë të ngritur për korrupsion të profilit të lartë bazuar në shpjegimin apo në definimin që korrupsionit të profilit të lartë i bën ligji për prokurorinë speciale. 2.4% e të akuzuarve i takojnë profilit të lartë, që tregon se përballë këtij numri kaq të madh të akuzuarve për korrupsion, rezulton se fokus nuk ka qenë shumë korrupsioni i profilit të lartë. Në raportet e kaluara të publikuara nga IKD, ishte gjetur se në rastet e korrupsionit, aktakuzat për korrupsion ndaj zyrtarëve në rastet e profilit të lartë ngriteshin vetëm kur zyrtarët përfundonin mandatin e tyre dhe në një parforme përfundonin ndikimin e tyre që vente si rezultat i mandatit që ata ushtronin. Sa i përket lartësisë së dëmit për të cilat janë ngrit aktakuzat, si në vitin 2024, si në vitin 2025, dominon vlera në mes të 100.000 deri në 500.000 euro, dëm që pretendohet të jetë kryer nga aktakuzat e ngritura. Rasti më i madh është mbi 37 milion euro, bëhet fjalë për ish kryeshefin e Kekut, që është rasti më i madh i korrupsionit për nga vlera e dëmit, por në kuptim të dëmit të pretenduar, problematik është se në një pjesë të madhe të aktakuzave të analizuara nuk specifikohet dëmi në aktakuzën e ngritur. Në të dy vitet i kemi identifikuar gjithsej 51 raste që aktakuzat nuk e kanë specifikuar fare lartësinë e dëmit të shkaktuar përmes veprës penale korruptive. Siç jeni në dini, në vitin 2022 Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka hartuar një plan strategjik të veçantë që ndërlidhet me trajtimin e rasteve të korrupsionit. Edhe sipas këtij plani strategjik të vitit 2022, trajtimi i rasteve të tilla ka qenë prioritet absolut për gjyqtarët dhe kryetarët e gjykatave. Megjithatë, nëse shikojna më vonë, domethënë që nga viti 2022 e tutje, shohim që gjykatat kanë shënuar progres të theksuar në drejtim të trajtimit të rasteve të tilla dhe unë jam shumë i lumtur për një gjë të tillë. Një aspekt i tillë veç është konfirmuar në raportin tuaj, nga cila shihet që sistemi gjyqësor ka arritur efikasitet mbi 100%. Një problem në vete ka qenë edhe çështja e shtyrjes së vazhdueshme të seancave. Për të adresuar këtë problematik, ne vazhdimisht kemi promovuar parimin e mbajtjes së seancave në blok dhe një parim i tillë ka sjellë rezultate të caktuara në praktikën tonë gjyqësore. Një problem vetet që është edhe ka qenë çështja e mos trajtimit në mënyrën e duhur dhe në kohën e duhur të aktakuzave, për shkak se nëse merrni me shiku kodin e procedurës penale, aty sipas këtij kodi është detyrë e gjyqtarit që qysh momentin e planimit të aktakuzës tash vlerësoj praprakisht çështjen e rregullsisë së aktakuzës para se me caktu seancën e shqyrtimit fillestar. Prej monitorizëve të juaj, po edhe prej raportit, kemi konstatuar se në gjykatën e apelit nuk ka vonesa në këtë në lemi apo në këtë çështje ku trajtohen këto lan, për çka
na jemi edhe krenar. Efikasiteti është, do të thotë, mundësi tona maksimum. Flitet për numër të vogël 3 apo 4 lanë, cilat ju thoni se janë prej vitit 2017-18 në proces që ato vinë prej gjykatës së shkollës së parë në gjykatën e apelit. Mund të them se në gjykatën e apelit lanë të korrupsionit maksimumi është brenda 3 muajve trajtohen. Kem në rast që mund ndodhë që mbrin edhe 1 vit për të trajtuar, sepse kjo ka të bëjë me kompleksitetin e landës, gjithsesi kompleksitetin e çështjes që shkakton ndoshta nëse mund të themi këtë vonesë. Nëse shikojmë këtë përqindje të kalueshmërisë të saktë akuzave të lëndëve të korrupsionit nëpër gjykata, këtu konsiderojmë se është sfida kryesore. Sepse nëse krahasojmë këtë përqindje të lëndëve tjera në përgjithësi, si receka më lart në nivel të Kosovës, del se kemi diku rreth 90% të kalueshmërisë saktë akuzave. Dhe ndoshta kjo është një shkallë më e lartë edhe në rajon, nëse shoqërojmë me vende tjera. Pra, mbi 90% e lëndëve të akuzave në përgjithësi kalojnë nëpër gjykatat e Kosovës, ndërsa tek lëndët e korrupsionit vetëm përjashtua këtë vit, pra kemi një përqindje që nuk arrit as 50% të kalojë. Si mundet që të njëjtit prokuror pra po arrin që gjitha rastet tjera të kalojnë akuzat mbi shkallën 90%, për vetëm të lëndët e korrupsionit po ngecin pra nën 50%. Sikur te këto lëndë të korrupsionit të mos kishte prova fajsuese në mungesë të cilave nxirren këto gjykime liruese, atëherë shtrohet pyetja se pse këto lëndë po kalojnë fazën e kontrollit të aktakuzës e nuk po kthehen në plotësim të aktakuzës nga gjykata në prokurorinë në fazë të hershme apo gjatë fazës së kundërshtimit të provave dhe kërkesës për hedhjen e aktakuzës. Jo të balancuar ancimit për shkak se tek qytetarët e opinioni gjerë u krye kriminale i cili parashef që trajtimin departamenteve të tjera. Një problem vete ka qenë me cilin e përballë gjyqtarët mbështetjes administrative të zyrtarëve për katës